Unë besoj se në Bilbilet e Trëndafilit, i Oscar Wilde-it, është një tregim që nuk ka mosh për të lexuar, për të dëgjuar, sepse është një tregim i ndërtuar thjesht, sipas meje, dhe që përball filozofinë e jetës, përball cinizmin dhe dashurinë, ndjenjen dhe arsyen, dhe për mua është një him dashurisë. Ajo tha se do të vallëzoj me mua, po t'i sjell një trëndafil të kuq. Tha me zë të lartë studenti. Por në kopshtin tim s'ka as edhe një përbe. Bilbili, na foleja e tij në pemën e lisit e dëgjoi, e pa përmes gjetheve edhe u habit. Në gjithë kopshtin tim s'pas ka asnjë trëndafil të kuq. Bërtiti studenti dhe sytë e bukur i mbushën me lotë. Ha, në çfarë çik rrimash varet lumturia. Kam lexuar gjithçka që njerëzit e urtë kanë shkruar dhe tërë të fshehtat e filozofisë i di përmendsh, por ja, çedo. Për një trëndafil të kuq, jeta ime mori fund. I bashkohet Nis Mëson për të pasuruar bibliotekën e audio për nxënësit që nuk shikojnë, Ema Andrea. Dhuroje edhe ti zërin për nxënësit që nuk shikojnë.